Gjendet trupi i Pajeti Eglant Koçit në një humner. Policia mundi të identifikojë përmes dronit një viktim mashkull, trupi i të cilit sipas të gjitha dyshimeve i përket 34 vjeçarit të zhdukur pa gjurmë 2 javë më parë. Uniformat blu njoftuan zyrtarisht se ai u gjet mes Tiranës dhe Elbasanit në një humner në fshatin Cerruj. Në këtë zonë ishin përqendruar kryesisht edhe kërkimet e policisë, pasi përkohën edhe me sinjalet e fundit të celularit të shokut të tij të ngushtë, Armand Shakaj, i dyshuari kryesor për rrëmbimin dhe zhdukjen e të riut. Shakajn policia nuk ka mundur të arrestojë ende. 41 vjeçari, miku i Eglant Koçit, ka qenë personi i fundit me të cilin ai ka patur kontakte që pas humbjes pa gjurmë më 4 qershor në zonën e sheshit Wilson në Tiranë. Atë natë i shkoi me motor te lokali i shokut të tij për të mos dalë më kurrë. Sipas hetimeve, autori u fiksua nga kamerat e sigurisë të dilte nga lokali me qese të zeza, të cilat i futin në makinën e tij Porsche Cayenne. Automjetin, për të mos u pikasur, e kishte vendosur në një karrotrec, ndërsa motorin e viktimës e transportoi në zonën e Pesmajit. Autoritetet pretendojnë se në qeset e zeza ndodhej trupi i Pajeti Eglant Koçit. Në dieni të pengmarrjes e më pas ekzekutimit të zhdukjes së trupit, ishte kamarieri i lokalit Enea Zyferi, 25 vjeç, që u arrestua në zonën e bulevardit të ri teksa po lante automjetin me urdhër të Shakajt. Brenda makinës janë gjetur një lloj gjaku që dyshohet se janë të Eglant Koçit. Madje në dëshminë e tij ai ka thënë se pronari i ka kërkuar që të fik dritat, pasi do të nxirrte një frigorifer të madh. Pista kryesore e konfliktit dyshohet të ketë qenë mosmarrveshja për kriptovaluta dhe para me fajde, ndërsa alarmin për zhdukjen e të riut Eglant Koçi e dha familja e tij pasi humbi çdo kontakt me të.